Do të vjen flasim për këtë aktivitet shumë interesant artistik, ditët e nëntorit 2. Do të ndalemi në fakt tek koncerti i Arvanitasve dhe me kënaqësi do të bashkëbisedojmë me zotin Aurel Qirio, violinist, pjesëmarrës, interpretues në këtë koncert. Zoti Qirio, të përshëndes, faleminderit shumë që je i pranishëm. Edhe unë ju përshëndes dhe faleminderit për ftesën. Të lutem, më thuaj detajet kryesore të këtij koncerti që në fakt kuriozon shumë. Koncerti i Arvanitasve. Në kuadrin e festivalit për ditën e nëntorit që zhvillohet në Gjakov tashmë rregullisht për çdo vit, vjet ishim pjesëmarrës me grupin Saziso, një grup tepër i çmuar si në Shqipëri dhe në Europë, drejtuar me 2 bashkëproducentë, Edith Pulaj dhe Joe Bob, ish producenti i parë i Pink Floydave. Atmosfera në Gjakov ka qenë gjithnjë, përveç mikpritjes, atje gjen një spektator tepër të kulturuar, të niveli jashtëzakonisht të lartë, dhe si vjet u ideua që të kishim dhe pjesëmarrje nga arbëreshët. Dhe përveç arbëreshëve të jugut të Italisë, u mendua të sillim dhe një grup nga arbëreshët e Greqisë, të cilët ata quhen Arvanit. Për të parë vjen një grup muzikor me një këngëtare arvanitase, siç është Eleni Kristu, e cila me një karrierë po thua jo të vogël në fushën e muzikës arvanitase në Greqi, vjen për të parë me grupin e saj dhe do bëhet pjesë e koncerteve ditët e nëntorit në Gjakov. Larmia e këngëve, e melodive, cilat ajo do sjell, do jetë e larmishme, pothuaj nga të gjitha trevat e arvanitasve të Greqisë, që nga Atika, që nga Peloponezi, nga Thraka, dhe kështu do kemi një tablo të përgjithshme të kulturës dhe të këngëve dhe melodive arvanitase nga të gjitha zonat e Greqisë. Kjo përbën padyshim një, si të thuash, një takim midis arbëreshëve të Italisë dhe arvanitasve të Greqisë brenda një pjese tepër të kulturuar siç është qyteti i Gjakovës, ku kanë debutuar artistë nga MNZ të sotëm, që janë me banim në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, dhe tregon që fillovi të, si të thuash, të përballen në kuptimin e mirë të fjalës, në kuptimin artistik, kulturat të cilat për një kohë shumë të gjatë kishin qenë të pa njohura për ne, padyshim përbëni një thesar dhe një vlerë jashtëzakonisht të madhe si nga ana e lirikave të tyre, e melodive të tyre, e ritmeve të tyre, janë në atë dialektin e tyre tepër origjinal, të cilët të japin një lloj, të krijon një lloj ndjesie shumë të këndshme, duke ditur që kjo është kultura tonë dhe kjo ka qenë. Sepse të paktën daton në Greqi që në shekullin e 12. Zoti Qirio, këngë të vjetra që i përkasin kulturës sonë, kulturës arvanitase. Unë jam shumë kurioz të di se si do të sillen në këtë koncert. E këtu e kam fjalën, do të ndryshoni diçka për t'i rifreskuar për sa i përket kompozimit apo aranxhimit të tyre? Neve do mundohemi të sillim ashtu siç ata i kanë rojtur deri në ditët e sotme. A mund të thoni pak për elementet instrumental, pra
Çfarë elementësh përdoren te këngët arvanitase? Zakonisht orkestra e cila i shoqëron këto melodi, këto këngë dhe këto valle do të jetë e përbërë nga violina, nga klarineta, nga lauta, nga dajreja dhe nga daudhja e madhe, nga lodra. Qartë, pra edhe do të kërcehet edhe do të dëfrehet në këtë koncert, ma do mëndja, apo? Po, kanë këngë shumë të veçanta në dialektin e tyre tepër origjinal, që të jepi dhe si kur llafosësh me një gjyshen tonë atë dialektin e vjetër, do të thënë. Si të thuash, kanë tematika shumë të bukura të këngëve të kuptohet. E kuptoj. Po megjithatë, metafora figuracioni letrar që ndron ende, apo jo? Është shumë origjinale. Është shumë origjinale. Metafora është shumë origjinale. Kuptohet lidhet dhe me trashëgiminë e tyre kulturore dhe fetare, sepse ata kanë mbetur pjesë e besimit ortodoks, bizantin. Që ndikon, patjetër. Absolutisht. Ashtu si dhe arbëresht e Italisë, po që këta duke jetuar në një shtet si Greqia, kuptohet e ka të teksuar të simbolin e ortodoksisë, dhe këta kanë qenë prezent me kulturën e tyre. Bilesin nga këngët është Rakambana e Papandisë, ngreu Mariot të vesh në kishë. Rakambana 2-3 ngreu Mariot të vesh qember. Qartë, pa këtë element... Janë shumë original. Po, ndikimin e kishës e shikon më së shumë ti tek tekstet, ju jeni muzikant, doja gjithashtu edhe diçka të më thoni për sa i përket melodive. Si vinë ato? Çfarë tregojnë? Kanë dhimbje, kanë gëzim, kanë vajtim? Jo. Në ndryshim nga arbëresht e Italisë, të cilët kanë mbetur origjinale dhe janë, si mund të thuash, një pjesë e fjalëve që kanë thirruar nga dialektika e përditshme të forurit e të komunikuarit, këta e kanë më të, si të thuash, ma afër gjuhës të sotme që ne flasim akoma. Shumë mirë, kjo do tjetë, ky është një element shumë i rëndësishëm, sepse do ta bëj edhe më të kuptueshëm interpretimin, po të pyesja për melodit, si do të cilësoje melodit? Janë të thjeshta, të ndërlikuara, janë të drejt për drejta? Jo, melodit janë shumë të thjeshta, shumë kuptohet janë të bazuara në melodicitetin e zonës të Atikës, ku përfshihet Atina me rrethinat e saj, zona e Peloponezit dhe të disa ishujve të Greqisë. Dihet që dhe ishujt përreth Atinës janë të tëra dhe kanë qenë të banuara me arvanitas. Qartë, tematika kryesore është? Tematika erotika është. Erotika? Po. Shumë interesant. Ti e luleja e malit, që ja more zemrën djalit. Shumë me bukur. Kanë veçantit e tyre, bukurit e tyre, dhe them që duhet ju kushtojmë një vëmendje. Kjo letit një fillim i mirë. Patjetër. Një augur i mirë për t'i afruar sa më tepër, pa ju prishur atë originalitetin e tyre, por duke u bërë pjesë tashme dhe i kulturës tonë, dhe ashtu si shneftojmë gjithnjë grupe nga të shqiptarëve të Malit të Zi, nga shqiptarët e Kosovës që flasë për në Shqipëri, nga shqiptarët e Maqedonisë të Veriut, dhe këta besoj në një të ardhmë me shumë të shpejt duhet jenë pjesë prezantuese e qartë e kulturës tonë kombëtare. Zoti Qirio, në fund doja një mesazh për gjithë ata që na ndjekin, janë ardashës, jo vetëm të muzikës arvanitase, por edhe për te kësaj. Pse duhet vinë edhe t'ju ndjekin këtë fundjavë? Sepse është për herë të parë një grup arvanitas që vjen në Kosovë, shpalos një mori melodish dhe këngësh nga të gjitha zonat e banuara me arvanitas në Greqi, e cila nuk ka ndodhur asnjëherë më parë, më mirë vonë se kur, dhe
besoj që ka një rëndësi të zakonshme duke qenë se ata mbeten për neve si pjesë e thesarit ton të vjetër kulturor. Qartë. Zoti Qirjo, ju falenderoj shumë, ju uroj suksese si interpretues, si instrumentist, por gjithashtu edhe suksese në le themi tërsinë e këtij aktiviteti jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm edhe të bukur në gjykimin tim. Faleminderit, uroj mbrëmje qetë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën që më bët. Faleminderit.